Pas përfundimit të gjitha procedurave hetimore për operacionet kardiokirurgjike të kryera pa nevojë, raporti final me të dhënat e plota të pacientëve dhe me evidentimin e mjekëve dhe institucioneve ku dyshohet se janë kryer ndërhyrje të panevojshme, do t'i dorëzohet prokurorisë dhe odës së mjekëve. Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu në intervistën për Alsat tha se një pjesë e pacientëve që janë nënshtruar këtyre operacioneve tashmë përballen me pasoja shëndetësore. Ju garantoj që në fund të gjithë raportet, edhe raporti i tillë, po të gjithë të dhënat me portfolion e pacientëve, do të shkojnë në të gjithë organet shtetërore që janë direkt dhe indirekt të lidhura. Kush janë ato? Siç lidhet nga prokuroria deri tek oda e mjekëve, pastaj neve përsëri ato janë të pavarur, do duhet të japin raport për procedura që do t'i ngrisin nga e para për këto institucione shëndetësore, për këto mjekë që kanë qenë pjesë e këtij procesi. Sipas Aliut, raporti final nga Komisioni i Brendshëm i Ministrisë dhe ekspertë të huaj do të mundësojë krijimin e ligjeve të reja në mënyrë që të mos përsëriten në rastet e tilla. Koordinimi ndërmjet institucioneve shtetërore dhe publike dhe private në shtet bashkë me grupin ekspert do të bëjnë edhe njëherë analiza brenda tani do shkojnë këto ekspert në këto institucione që të bëjnë edhe një ekzaminim të brendshëm në aspekt të protokolleve brenda në institucione shëndetësore dhe unë jam shumë i sigurt që në fund ky raport do të jetë një rrugtim, një protokoll i cili do të na jep mundësi të ndryshojmë ligje apo të krijojmë protokolle të reja për shëndetësinë në shtetin tonë. Aliu njoftoi se nga 25 raste të shqyrtuara, 10 pacientë në vend janë nënshtruar operacioneve të zemrës pa nevojë, vetëm për përfitime financiare.